Këshilli të Ministrave për kompensimin e pensioneve është shoqëruar me dy objektiva. Objektivi i parë për të realizuar një të ardhur mujore mesatare në vlerë 40.000 lekë për të gjithë ata individ pensionistë që gëzojnë një pension pleqërie të plotë urban. Nga ana tjetër, objektivi i dytë është me zvogëlimin e hendekut mes kostove të jetesës dhe të ardhurës mujore të pensionistëve. Por vendimi përcakton një kufizim. Qytetarët që gëzojnë një pension pleqërie të plotë urban dhe kanë një të ardhurë mujore mbi vlerën 40.000 lekë, nuk janë përfitues kompensimi, njësoj si dhe qytetarët që gëzojnë një të ardhurë mujore në vlerën mbi 22.000 lekë dhe njëkohësisht janë individ që gëzojnë një pension pleqërie urban të pjesshëm. A mendoni që ky kategorizim kompensimi është i duhuri dhe njëkohësisht është e drejtë që të ketë një diferencim mes qytetarëve që e përfitojnë ose jo një vlerë kompensimi? Lini komentet tuaja.